Himara e detit, diellit dhe investimeve madhore është padyshime dhe këtë sezon turistik ndër destinacionet më të preferuara nga pushuesit vendaze të huaj. Sezoni turistik këtë vit ka nisur shumë herët, që në mesin e muajit prill ka pasur turistë të huaj që kanë vizituar dhe pushuar në këtë zonë, ndërsa gjatë muajve të verës numri pushuesve është shumë fishuar, duke çuar në ezaurimin e kapaciteteve akomoduese në Bashkinë e Himarës. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryebashkiaku Vangel Tavo u shpreh se ky ka qenë një sezon turistik shumë i suksesshëm, me një rritje prej 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sezoni në Himar ka nisur shumë herët këtë vit. Ka pasur pothuajse që në mesin e prillit turistë të huaj, sidomos që kanë vizituar dhe kanë pushuar në Himar. Dhe patjetër maji, qershori dhe në vazhdim pastaj ka arritur kulmin duke shumë fishuar numrin e turistëve në Bashkinë e Himarës, ku sot që po flasim gjithë kapacitetet akomoduese, hotelerike dhe Airbnb-t, shtëpitë janë kthyer, bujtina, çdo kapacitet akomodues i Himarës sot është totalisht e mbyllur, pra e rezervuar. Nuk ka më asnjë mundësi për të gjetur, nëse dikush do kërkojë një dhomë sot, do ta ketë shumë të vështirë për të gjetur në Himar. Pra, deri tani që po flasim, kemi një sezon turistik shumë të suksesshëm, jo vetëm thjesht për nga numri që patjetër është rreth 30% më shumë se një vit më parë për të njëjtën periudhë, por edhe për ecurinë e turizmit. Është çdo gjë e mirë menduar, studiuar nga të gjithë faktorët që janë përgjegjës për sezonin turistik, duke nisur nga bashkia, nga të gjitha strukturat e tjera shtetërore, policia e shtetit, nga Ministria e Turizmit, nga Ministria e Mjedisit, pra janë të gjithë të angazhuar për një sezon sa më të mbar turistik. Pastaj patjetër janë dhe tur operatorët, pra operatorët turistik që kanë marrë masat shumë herët si vjet dhe janë më të përgatitur se një vit më parë. Tavo theksoi se një nga përmirësimet e rëndësishme të këtij sezoni ka qenë ndarja e hapësirave bregdetare mes plazheve të kontraktuara nga privatët dhe plazheve publike. Sipas tij, këtë vit mbi 40% e vijës bregdetare është plazh publik, ndërsa vitin e ardhshëm kjo hapësirë pritet të kalojë mbi 50%. Bashkia e Himarës në krahasim me një vit më parë ku kishte vetëm 30% plazh publik, si vjet kemi 49% plazh publik dhe vitin tjetër garantoj që do të jetë ky raport do të jetë në favor të plazhit publik, pra do jetë mbi 50%. Pra i kemi marrë masat më shpejt sepse kemi parë fluksin vjet, trendin vjet, dhe duke e ditur që dikush që vjen në Himar për pushime ikën gjithmonë me kujtime të bukura dhe rikthehet përsëri në Himar, e dinim që si vjet do të kishim më tepër fluks, sepse jo vetëm rikthehen ata që kanë qenë vjet, por marrin me vete dhe shoqërinë e tyre, familjarët e tyre, kështu që pothuajse ishim përgatitur, sikurse kjo që po shikojmë si vjet, ky fluks si vjetshëm na bën më të ndërgjegjshëm dhe është sfidë për ne që të marrim masat edhe më herët për të përballuar një fluks shumë të shtuar dhe vitin tjetër. Kështu që kjo punë kështu shkon, përgatitemi më herët, fundit Bashkia e Himarës si ofruesi i shërbimeve dhe si një bashki turistike e ka detyrimin e vet që të merret dhe të jetë angazhuar totalisht. Dhe ne jemi të gjitha strukturat angazhuara për mbarvajtjen e sezonit turistik. Një tjetër element i rëndësishëm për pushuesit janë edhe çmimet, të cilat sipas kryebashkiakut Vangel Tavo janë mjaft optimale. Në disa plazhe ofrohen hapësira falas për pushuesit, ndërsa në zonat të tjera ka çadra dhe shezlong me çmime të përballueshme. Por ka plazhe ku çadra jepet me 300 lek, pra 3000 lek, nëse flasim me lek të vjetra, dhe bashkë me shezlonget jepet 500 lek. Sikurse ka plazhe të cilat edhe pse menaxhohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore janë falas. Pra i kemi lënë me vendim Këshillit të Bashkisë falas për publikun. Kemi çadra këtu në Spile në Himar, të cilat janë falas. Kemi plazhin publik me çadrat tona në bashkëpunime dhe me një operator privat në Dhërmi, plazh shumë i madh publik, i cili janë çadrat tona ofrohen falas. Ka po gjithashtu në
në Qeparo, ka në Borsh, ka kudo plazhe publike, të cilat ofrohen falas për qytetarët. Edhe çmimin që nga goxha i levërditshëm, madje Ky është çmimi i miratuar nga Këshilli i Bashkisë, i propozuar nga ne patjetër, por është çmim ekonomik. Për sezonin e ardhshëm turistik, Himara pritet të ketë një parkim nëntoksor me standarde bashkëkohore me rreth 270 vende parkimi. Punimet kanë nisur tashmë në zonën e ish stadiumit, ku do të ndërtohet gjithashtu një godinë e re për shërbimet administrative të bashkisë. Punimet pritet të përfundojnë muajin korrik të vitit të ardhshëm. Kryebashkiaku Tavo theksoi se projekte të tjera parkimi nëntoksor parashikohen edhe në qendër të Himarës, në zonën e Spiles, Dhërmiu dhe Borshit, me qëllim lehtësimin e qarkullimit dhe zgjidhjen e problemit të parkimeve gjatë sezonit turistik. E kemi nisur është në investime si për parkimi që po bëjmë tek ish fusha e sportit, janë 270 parkime që po bëhen, vitin tjetër në sezon do të jenë gati për publikun. Jemi në tratativa me një privat që në qendër të Himarës, për në Spile, për të bashkëpunuar dhe për të bashkëfinancuar një parkim tjetër nëntoksor, po dhe mbitoksor. Gjithashtu edhe në Dhërmi jemi në momentet e marrëveshjes për të bërë një parkim. Në Borsh po financojmë pedonalen, pra lungomaren e Borshit, e cila është menduar që bashkë me financimin e lungomares të financojmë dhe një parkim, sepse Borshi me të vërtet, nëse sot nuk ka problem, Borshi me zhvillimin që do të marri, do të ketë patjetër problem parkimin. Pra dhe atje jemi duke diskutuar për një tokë, edhe pse është private, do diskutojmë me privatin për ta financuar ne dhe për ta bashkë menaxhuar. Pra, kudo është problem parkimi, sikur se e thatë dhe ju, përpiqemi ta zbusim sadopak deri në momentin që do të zgjidhet përfundimisht dhe çështja e parkimeve. Kryeministri Edi Rama ndodhet me pushime në Dhërmi në territorin e Bashkisë Himarës, ndërsa takimet e tij me kryebashkiakun Vangjel Tavo kanë qenë të shpeshta. Tavo thekson se komunikon shpesh me kryeministrin Rama dhe se ai ka një interes të veçantë për Himarën dhe zhvillimin e saj. Sipas Tavos, është një nder për Bashkinë e Himarës që kryeministri zgjedh të kalojë pushimet në këtë bashki. Kryeministri në fakt është interesuar për Himarën jo vetëm gjatë ditëve që vjen këtu, por ne flasim shpesh, komunikojmë shpesh në telefon, por edhe në takime, të cilat janë të shpeshta. Flasim gjithmonë për Bashkinë e Himarës, është me të vërtetë shumë i interesuar për mbarvajtjen e të gjitha punëve në Bashkinë e Himarës, patjetër dhe për sezonin turistik. Ai po vjen bën pushimet ka zgjedhur Himarën për të bërë pushimet dhe siç e dini nuk kam dëgjuar ndonjëherë Ramën të bëj pushime, kryeministrin të bëj pushime jashtë vendit, i bën gjithmonë në Shqipëri dhe ka zgjedhur Himarën. Kjo është nder për Bashkinë e Himarës që kryeministri i vendit i bën pushimet në vendin ton, pra në bashkinë ton. Mos harrojmë pastaj që ai është dhe himariot vet, kështu që është normale. Ka atë nostalgjinë e fëmijërisë, siç duket, dhe ka zgjedh vendin e tij për të bërë pushimet. Dhe çfarë përshtypjesh ka dhënë për Himarën? Kuptohet, diskutojmë shpesh për vështirësitë që kemi, sepse të drejtosh një bashki si Himara me problematikën që ka, është sfidë më vete, ka vështirësitë e veta. Ai gjithmonë më mbështet, më ndihmon për të më lehtësuar punën që po bëj në Bashkinë e Himarës. Dhe është gjithmonë i gatshëm, sa herë komunikoj, gjithmonë i gatshëm për të mbështetur çdo iniciativë që ndërmerr Bashkia e Himarës për të mirën patjetër, mirën e Himarës. Mbështetja e Bashkisë së Himarës për organizimin e takimeve të brezave në 23 fshatrat e saj, sipas Tavos, përbën edhe një mesazh të rëndësishëm për brezat e rinj, për të njohur dhe mësuar historinë, traditat dhe rrënjët e vendit të tyre. Ky është viti i dytë që mbështesim takimin e brezave si Bashki Himar. Pasi Himara, kur themi Himara, kam parasysh të 23 fshatrat e vet, nuk mund të mendojnë se ekziston vetëm Himara, ose Dhërmiu, ose ku diun, vetëm zonat bregdetare. Çdo fshat dhe të gjithë djemt, vajzat që kanë ikur nga fshatrat e tyre, janë emigracion, apo dhe brenda vendit, kthehen gjatë verës në fshatrat e tyre dhe Bashkia e Himarës e ndjen si detyrim, si obligim që të bëj diçka për ta.
Patjetër për te vizitorëve të tjerë që nuk janë vendas, që dhe për ata kemi të njëjtën detyrim, por për banorët tanë kemi detyrimin që t'i mbështesim dhe një arsye më shumë kur vetë ata vetë organizohen dhe kërkojnë mbështetje, patjetër që kemi detyrim për ta bërë këtë gjë, pasi takimi i brezave siç quhet, takimi i brezave takon kujtime, kujtohen brezat, por nga ana tjetër është dhe një mesazh për të rinjt. Mesazh për të rinjt duke mësuar historinë e fshatit të vet, ka të rinj që kanë ikur që të vegjël ose kanë lindur edhe jashtë shtetit. Dhe kur kthehen mësojnë historinë e vendit të vet dhe kjo është përsëri detyrimi i Bashkisë së Imarës. Pra ne mbështesim ndërkohë takimin e brezave edhe për atë çka ka kaluar, por edhe për të ardhmen, për historinë, për të mësuar të rinjt historinë. Dhe ai është momenti që takohen në takimin e brezave. Prandaj ne kemi vendosur që t'i mbështesim këto aktivitete dhe do vazhdojmë t'i mbështesim. Shoqata Vranishti e nderoi kryebashkiakun Vangel Tavo me titullin Mik i Vranishtit në shenjë mirënjohje për mbështetjen dhe investimet realizuara në këtë fshat. Tavo u shpreh se ndihet mirë që vlerësohet si mik i Vranishtit dhe theksoi se investimet e Bashkisë së Imarës do të shtrihen në të gjitha fshatrat e saj, me synimin për të përmirësuar jetën e banorëve dhe për të nxitur zhvillimin e zonave rurale. Që jam i nderuar që më vlerësojnë fshatrat në cilat i kemi mbështetur dhe do vazhdojmë t'i mbështesim patjetër, dhe kjo s'ka të bëjë me vlerësimin që do i bëjnë kryetarit Bashkisë dhe Bashkisë Imarës, por është shumë e rëndësishme të them që investimet janë shtrirë në të gjitha fshatrat pa përjashtim, në të gjithë zonat, në të tre njësitë administrative të Bashkisë së Imarës, por për mua si kryetar bashkie është një ndjenjë e veçantë, ndihem shumë i nderuar dhe i respektuar, pasi qëllimi im kudo që kam qenë gjatë gjithë karrierës time politike ishte që të shkoj të shërbej diku, por e rëndësishme për mua nuk është periudha e respektit në kohën që po shërbej, por nëse iki, largohem nga Imarat, kthehem në Imar dhe të ndihem po aq i respektuar dhe të ndihem mes miq edhe kur të largohem dhe kur të kthehem për t'i ritakuar këta njerëz. Ky është qëllimi im në politikë, domethënë të lëm miq dikush më atakoi në fushatën, jo, kur fitova zgjedhjet në Imar, tha gjithsesi ai s'ka për tu pranuar kur nga himariotët. I kam kthyer një përgjigje që unë kudo që kam vajtur, kam hyrë në atë zonë dhe jam larguar dhe kam lënë miq nga pas. Ky ka qenë qëllimi im gjatë gjithë 30 viteve të karrierës time politike. Dhe unë mendoj që ja kam dalë.